përshëndes të nderuar shikues nga Studio e Blu Televizion, do të jemi bashkë në edicionin informativ. Sezoni veror, në Vlorë vijon rritja e çmimeve të fruta perimeve dhe produkteve të shportës. Blerësit kërkojnë që shteti të kontrollojë çmimet pasi sipas tyre, ndërsa çmimet rriten, rrogat dhe pensionet mbeten në vend numëro. Nga ana tjetër, tregtarët ankohen se ka rënë fushia blerëse. Sezoni veror, rritja kërkesës kryesisht nga të huajt për të blerë ka bërë që në Vlorë të kemi një tjetër rritje të çmimeve të frutave, perimeve dhe produkteve të shportës. Për blerësit, shteti duhet të ketë patjetër kontroll mbi çmimet, pasi ato janë të papërballueshme. Blerësit thonë se çmimet vetëm rriten, ndërkohë që rrogat dhe pensionet kanë mbetur në vend numëro. Sipas tyre, për shkak të çmimeve, shumë prej tyre kanë reduktuar blerjet, ndërsa pohojnë faktin se rritja e çmimeve po dëmton ekonominë e tyre personale. Sigurisht s'kam pyetur njëri. Ashtu nuk e di, s'merr dorën time, ai që ka privatisht, edhe do ishte sa do qefi. Po çmimet shikojnë tjetër vend, jo këtu. Po do marrësh pak, do marrësh shumë, varet nga sa persona je për shembull. Ku diun privatisht s'ma merr mendja. E ka mallin e tij, do bëj çfarë doj. Po patjetër që lërdishme, se sa më lira aq më mirë. Çmimet të larta janë. Të larta, sepse jo është një lloj tregtie që ka humbje shumë. Edhe duke pasur humbje, tregtari mundohet që të arrijë çka ka shpenzuar. Po verë sepse Shqipëria përgatitet për turizëm. Do jenë mbas 4-5 vjetësh do jenë çmimet një lloj si në jashtë shtetit. Unë mund t'i përballoj se varet çfarë pensioni marrë, çfarë kurse. E shikoj që nuk kursej do ta asnjë, se pensionin e marr deri diku të mirë. Po, blejnë me numra, 2 speca, 3 domate. Në këtë sistem shteti nuk e kontrollon tregun. Tregu varet, çmimi varet nga kërkesa dhe oferta. Ndërkohë nga ana tjetër e vështirë është situata dhe për tregtarët. Gjendja ekonomike e shumë prej blerësve bën që ata të blejnë pak dhe përpasoj tregtarët të mos shesin. Shumë thonë se ende nuk kanë shitur asgjë. Në mungesë të fuqisë blerëse dhe për tregtarët, përballimi i jetesës është të tejet i vështirë. Blerës nuk ka fare. Këto ndërtime këtu na çmendën nga prurat e nga gjitha. Nuk vjen asnjë makinë. Do ndori deri vonë sa të marr bukë për kalamajt. Tani unë kam bërë akoma lek të arkës. Kem në 6-20, s'ka lëvizje fare. Vetëm rri deri vonën ajo te. Se pensioni nuk më der. Po. Pensioni e di sa lek merr nëna? 100.000 lek. Po, patjetër. Me 100.000 lek ne çfarë do bëjmë? Me qiraja, pagoj 200.000 lek qiraja. Drita, ujë, bëj llogari vetëm me këtë banane. Siç mësohet, rritja e çmimeve vjen prej furnitorëve. Tregtarët e Vlorës i marrin produktet me një çmim më të lartë, teksa i shtojnë dhe fitimin personal, duke rritur dhe më shumë çmimet. Jo vetëm në sektorin e turizmit, por edhe në profesionet të tjera, numri punonjësve të huaj vijon të rritet në qytetin e Vlorës. Punonjësit nga India apo dhe vende të tjera janë tashmë pjesë e tregut të punës, edhe në pika karburanti, biznese shërbimi dhe sektor të tjerë të ekonomisë. Jo vetëm në sektorin e turizmit, por edhe në profesionet e tjera, numri punonjësve të huaj vijon të rritet në qytetin e Vlorës. Punonjës nga India apo dhe vendet e tjera janë bërë tashmë pjesë e tregut të punës, jo vetëm në hotele dhe restorante, por edhe në pika karburanti, biznese shërbimi, por dhe sektor të tjerë të ekonomisë. Prej disa muajsh ata kanë zgjedhur Vlorën si vendin ku jetojnë dhe punojnë. Shumë prej tyre shprehen se janë përshtatur shumë shpejt me jetën në qytet dhe se janë të kënaqur me kushtet e punës, akomodimin dhe pagën që përfitojnë. Disa prej tyre shohin të ardhmen në Shqipëri dhe nuk e përjashtojnë mundësinë që në vitet e ardhshme të sillen dhe familjet e tyre për tu vendosur përfundimisht këtu. Më quajnë Kamal dhe jam nga India. Punoj këtu për rreth 3 muaj. Të them të drejtën, ndihem mjaft mirë. Deri tani më pëlqen shumë ky vend. Njerëzit janë shumë miqësor me ne. Vendi dhe qyteti është shumë i bukur. E dua këtë vend edhe pse kam pak kohë. Për momentin jam këtu vetëm, familja ime jo akoma. Kjo edhe sepse më duhet të mbyll edhe të gjithë dokumentacionin e plot. Më vonë ndoshta pse jo dhe familja ime mund të vi e të jetoj këtu me mua. Ka disa rregulla dhe dokumenta që duhen kryer, po shpresoj të ndodh sa më shpejt.
Në Indi kam bërë ndonjëherë edhe një punë të ngjashme si kjo që po bëj këtu, shpresoj të vijoj. Kam 3 muaj dhe kam nisur të përshtatem. Gjuha është pak problem dhe më duhet të mësojmë edhe me ushqimi, se është ndryshe nga India. Sa i përket gjërave të tjera, gjithçka është okej. Jam i kënaqur me punën, kushtet dhe pagesën. Ashtu si edhe thash, vendi shumë i bukur dhe më pëlqen. Edhe unë jam nga India, më quajnë Hashar. Kam 4 muaj që punoj këtu në këtë vend dhe them se është në rregull. Njerëzit janë miqësor dhe ata që vinë për të mbushur makinat me karburant. Unë jam vetëm gjithashtu, familja ime ndodhe në Indi, të shikojmë në të ardhmen çfarë do të ndodhë. Shpresoj të vinë. Më pëlqen Shqipëria, vendi, njerëzit. Ndihem mirë dhe me kushtet e punës që kemi gjetur këtu. Një vend i qetë pune dhe pa probleme. Më quajnë Rajit. Jam nga India dhe tani punoj në Vlorë prej gati 3 muajsh. Më pëlqejnë gjërat këtu. Në punën që bëj gjithçka është okej. Kushtet janë të mira, pagesat gjithashtu. Unë jam i martuar dhe kam 2 fëmijë në Indi. Shpresoj që familja ime të më bashkohet sa më shpejt. I ndihmoj prej këtej, por natyrisht që më mungojnë. Të ardhmen e shikoj në Shqipëri. Prania e punonjësve të huaj po bëhet gjithmonë edhe më e dukshme në sektor të ndryshëm të ekonomisë, edhe pse pjesa më e madhe vijon të jetë angazhuar në turizëm për shkak të nevojës së bizneseve për fuqi punëtore. Ata tashmë punojnë edhe në pika karburanti, por edhe në aktivitete të tjera tregtare. Bizneset vlerësojnë se punësimi i tyre ka ndihmuar në plotësimin e mungesës së stafit, veçanërisht gjatë sezonit turistik, ndërsa tendenca pritet të vijojë edhe në vitet e ardhshme. Drejtoria rajonale e Bordit të Kullimit Fier në teren për rehabilitimin e argjinaturave që pësuan dëmtime gjatë përmbytjeve të fundvitit 2025 dhe janarit 2026. Sipas specialistes Elida Boçova, puna është fokusuar në argjinaturën e lumit Vjos, ndërsa paralelisht po kryen ndërhyrje dhe në argjinaturën e lumit Seman. Drejtoria rajonale e Bordit të Kullimit Fier po vijon punën për rehabilitimin e argjinaturave që pësuan dëmtime gjatë përmbytjeve të fundvitit 2025 dhe janarit 2026. Ndërhyrjet janë përqendruar në segmentet më problematike me synim për të rritur sigurinë e zonave bujqësore dhe për të minimizuar rrezikun nga përmbytjet në sezonet me rreshje intensive. Specialistja e Bordit të Kullimit Elida Boçova shprehet se aktualisht puna është fokusuar në argjinaturën e lumit Vjos, ndërsa paralelisht po kryen ndërhyrje dhe në argjinaturën e lumit Seman. Përmbytjeve që ndodhen në fund vitin e 2025 dhe në fillimin e vitit 2026, pati dëmtime të pjesme në argjinaturën e lumit Vjos, ku prurjet ishin pothuajse mbi 2000 m3 në sekond dhe mbuluan gjithë terracat lumore të këtij lumi. Të 2 terracat, si nga ana e Vlorës dhe nga ana jonë. Në dëmtimet e pjesme që ndodhen në këtë argjinatur, ne kemi ndërhyrë urgjentisht gjatë përmbytjes dhe në momentin kur ujrat ishin duke ardhur. Kemi ndërhyrë në të 2 krahët e kësaj argjinature, dhe në krahun e Vlorës dhe në krahun e Fierit. Pasi i mbulem ne ato të 2 krahët e këtij lumi, rrjedhës së lumit, njëkohësisht pas tërheqjes së lumit plotësisht, ne kemi ndërhyrë në të gjithë pothuajse më të shumtën e rrjedhës së kanaleve kullues që derdhen direkt në Vjos, ose që ne i quajmë kanale të luginës së Vjosës. Momentalisht në këtë argjinaturën e Vjosës po punohet në Kafaraj për mbrojtjen e njëkohësisht dhe të tokave bujqësore, por mbrojtjen se aty është dhe stacioni ujë të pishëm dhe të mos ketë problematika do me gjatë përmbytjeve, po mbi ngrihet kurora në 3 kilometra të kësaj argjinature. Problematika të tjera në këtë argjinatur ka edhe në Mallakastër, të cilët ne jemi koshient dhe i dim, por në një periudhë të mëvonshme, pasi mjetet i kemi patur në ngarkesë të plot pune gjatë këtij sezoni, sepse njëkohësisht po punohet edhe në argjinaturën e lumit Seman, sidomos në krahun e djathtë të rrjedhës së këtij lumit, ku pati dhe problematikat në përmbytjet e 2026-s. Kjo argjinaturë na u çan në 2-3 vende, pavarësisht ndërhyrjeve emergjence që bëm në momentet e përmbytjes, ne kemi vazhduar edhe mbi ngritjen e kurorës së kësaj argjinature rreth 70 cm, afërsisht në 3 kilometra
kemi realizuar këtë mbingritje të kurorës argjinaturës. Do vazhdojmë edhe në gjatësi të tjera, por në moment nëse dhe temperaturat janë shumë të larta, nuk mund të punohet me mjete në këtë pjesën aktuale, do me thënë që jemi dhe mund edhe të ndalim për një muaj punën, sepse nuk punojnë do të mjetet, por që është në prioritetin ton për të vazhduar mbingritja dhe rregullimi i kurorës së argjinaturës për të plotësuar, do me thënë, të plotat e lumit kur vinë bashkë me shkarkesat e banjës. Është njëkohësisht dhe shkarkesa e banjës, lumi Seman. Dhe kjo do gjelet problematik, shkarkesa e banjës, sepse mbingritja e kurorës së lumit Seman do bërë një projekt ose një studimi i ri, i mirëfillt, për të parë se sa mban ky basen me prurjet aktuale që jep lumi, edhe me shkarkimet e hidrocentralit të banjës. Nga vërshimet e janarit u dëmtua dhe bankina e kanalit Vaditës e njohur si Dega e Martinës, e cila shërben njëkohësisht si argjinatur mbrojtëse. Megjithse prurjet e lumit Vjos arritën nivelet më të larta të dekadave të fundit, kjo bankinë arriti të përballojë presionin e ujrave, duke shmangur përmbytje të mëdha në zonën bregdetare, si ato të viteve 2013 dhe 2017. Po, ajo është sepse ka shkarkesat e banjës dhe ka momente që ajo arrin në pikat më kulmian, pavarësisht se në kurorën aktualisht e rregulluam edhe 12 kilometra të tjera në zonën e Mbrostarit, nga zona Imshës dhe deri në Mbrostarura, bëm dhe mbingritje 1 kilometër, ajo që ka qenë problematike që është diskutuar, bëm mbingritje 1 kilometër, ju mund ta filmoni, mund të shkoni atje, e bëm gati 1,20 metër këtu në zonën e Mbrostarurës. Ndërsa në pjesët e tjera kemi bërë rregullime ku ka patur në një qarje, në një grop, në një kështu, edhe në pjesën dhe në krahun e majtë të Rrjedhës, përveç se po më shumë është punuar në krahun e djathtë të Rrjedhës. Por argjinatura e lumit Seman kërkon studim të thelluar për të përballuar të gjithë prurjet në rast, sepse ajo vërtet është bërë me siguri 25-50 vjeçare, por momentalisht ka duke qenë dhe u bërë zona urbane, duke ndërhyrë si në pjesën e brendshme dhe në pjesën e jashtme të kësaj argjinature, kjo kërkon një studim të mirëfillt. Nuk është në ngarkesën tonë, sepse nuk kemi as asete financiare, as asete personel fizik, domethënë që tashu, që të mbulojmë këtë gjë. Punimet për argjinaturën e Vlorës përfshin rehabilitimin e rreth 3.4 kilometrave, ndërsa pas përmbytjeve të vitit 2017 ishte investuar në afro 4.6 kilometër të kësaj vepre mbrojtëse. Sipas specialistëve, mbeten ende segmente problematike, veçanërisht në zonën e Mallakastrës, ku ndërhyrjet do të vijojnë në një fazë të mëvonshme. Ndërkohë, argjinatura e lumit Seman konsiderohet sfida më e madhe sipas specialistëve të bordit kullimit. Ajo ka nevojë për një studim të detajuar hidroteknik për të vlerësuar kapacitetin e saj përballë prurjeve të lumit dhe shkarkimeve nga hidrocentrali banjës, si një hap i domosdoshëm për një rikonstruksion afatgjatë. Ka nisur punën në Saran, terminali i ri i autobusëve, një investim që pritet të japë fund ndalesave të shpërndara dhe trafikut të rënduar. Terminali do të shërbejë si qendër e mikpritjes, duke ofruar rregull, siguri dhe komoditet për qytetarët dhe mira turistë që vizitojnë Sarandën çdo vit. Nis nga puna terminali i ri i autobusëve. Për herë të parë, Saranda po bëhet me një terminal autobusësh, një investim që pritet të japi fund ndalesave të shpërndara dhe trafikut të rënduar në qendër të qytetit. Terminali i ri ndodhur tashmë në qafë të gjashtës në një godinë 3 katëshe, kap një sipërfaqe mbi 11.000 m2. Ai do të shërbejë si qendër e mikpritjes dhe piknisja dhe mbritja kryesore e nisjes për autobusët ndërqytetas e të linjave ndërkombëtare, duke ofruar më shumë rregull, siguri dhe komoditet për qytetarët dhe mijëra turistë që vizitojnë Sarandën çdo vit. Ky projekt përfaqëson një hap të rëndësishëm në modernizimin e infrastrukturës së transportit publik dhe në përmirësimin e imazhit të qytetit, si një nga destinacionet më të rëndësishme turistike në Shqipëri. Megjithse funksionimi i këtij terminali vihet në punë një vit pas afatit të përcaktuar nga vetë firma, terminali pritet të sjellë një organizim më efikas të lëvizjes dhe shërbime më cilësore për udhëtarët. Terminali do të funksionojë edhe si i pari parkim publik për autobus e taksi të Sarandës. Saranda Welcome Center ofron hapësira parkimi, shërbime për vizitorë
dhe një organizim bashkohor të mobilitetit urban, duke e bërë përvojën e çdo vizitori më të lehtë. Në shkollat profesionale në Vlorë ka nisur zyrtarisht faza e regjistrimeve. Pritshmëritë sipas drejtorit të shkollës industriale Gentian Boçi janë për një numër të lartë nxënësish në këtë shkollë krahasuar me vite më parë. Kjo sipas tij, pasi shkollat 9-vjeçare kanë kuptuar që e ardhmja është e profesioneve. Në shkollat profesionale në Vlorë ka nisur zyrtarisht faza e regjistrimeve. Gentian Boçi, drejtues i shkollës industriale Pavarësia, thotë se për arsimin profesional nxënësit e shkollave 9-vjeçare kanë tashmë një tjetër mendim, ndryshe nga më parë. Boçi thotë se e kanë kuptuar që e ardhmja është e profesioneve. Kjo gjë ka ndikuar në rritjen e numrit të regjistrimeve. Pritshmëritë sipas Boçit janë që të ketë një numër më të lartë nxënësish në këtë shkollë krahasuar me një vit më parë. Arsimi profesional ka marrë një tjetër shtys ku Boçi pohon se në këtë drejtim ka ndikuar edhe kërkesat e larta të tregut të punës. Ne sapo kemi mbyllur fushatën e promovimit. Regjistrimet zyrtarisht fillojnë me datën 1 shkorik. Por dua të them që ka një frym të re, ndryshe nga vitet e kaluara, ku ne na duhet shumë punë, shumë mund, shumë vizita në përshkolla, ndonjëherë duhet të kthesh edhe 2-3 herë, për të pasur atë numër të cilën ne kemi si numër apo prioritet për shkollën tonë. Si vjet është komplet ndryshe, këtu deri sot vetëm nga lista që mësuesët kanë kontaktuar prindër dhe nxënës të shkollave 9-vjeçare, kemi një shifër prej 160, nuk është e thënë se këta do regjistrojnë të gjithë, pasi gjithmonë ka lëvizje, por ashtu siç nuk është e vërtetë që jo ata që s'kan emrin nuk do vinë te shkolla jonë. Kështu që ne pretendojmë një shifër më të lartë se viti kaluar, kjo edhe për shkak të frymës, për shkak të realitetit dhe për shkak të kërkesës së madhe të tregut punës për profesionet e shkollës tonë. Dhe ne mendojmë që si vjet jemi te një shifër 180, dhe të mendosh që ndërkohë që numri i çdo 9-vjeçares ulet, shkolla industriale gjithmonë çdo vit e më tepër po merr rreth 20 nxënës më shumë, që i bie pak a shumë rreth 15% çdo vit. Këtu ka të bëjnë jo vetëm cilësia e shkollës dhe mundësitë që jap shkolla, po edhe profesionet që ne kemi në shkollën tonë. Ne vërtet jemi në shkollë industriale dhe duket sikur jemi të prirur për industrinë, por të mos harrojmë se edhe turizmi, përpara se të fillojë të funksionojë, duhet të ndërtohet me sisteme moderne të ngroje ftojes, kondicionimit, sistemet elektrike, strukturat metalike, të cilat janë të gjithë pjesë e shkollës tonë. Dhe kur fillon të funksionojë, përsëri janë nxënësit profesionet e shkollës tonë, të cilët janë mbështetja kryesore një resorti, hoteli apo një bari apo restoranti, në kuptimin që është shumë e rëndësishme një mirëmbajtës elektrik, mekanik, IT, sesa një kamarier pa paraqykuar askënd, por për shkak të kërkesave të tregut sot është bërë shumë e vështirë, është e vështirë të gjesh kamarier buzhunier të specializuar, por është akoma më e vështirë të gjesh një elektricist, elektronik, IT, mekanik, termohidraulik për të mirëmbajtur apo për të kryer shërbime në një resort apo në një strukturë hoteliere. Për sa i përket arsimit profesional, pritshmëritë e të ardhmes janë që në shkollat profesionale të qytetit të regjistrohen 40% e numrit të nxënësve në arsimin e mesëm. Kjo gjë sipas Boçit po arrihet nga viti në vit, edhe për shkak se në shkollat profesionale nxënësit e kryejnë praktikën në biznes, duke u profesionalizuar për të bërë të aftë për tregun e punës. Kjo thash ka një ndryshim të frymës sot, por edhe para atje ku jemi nisur në Evropë, ne duhet të pak a shumë të parafrohemi me shifrat e tyre, të cilët kanë rreth 40% në arsim profesional. Në shkollat e perëndimit, të 40% e nxënësve të shkollave 9-vjeçare zgjedhin arsim profesional dhe të zgjedhësh arsim profesional antje nuk është kaq e thjeshtë sa në Shqipëri, që vin te shkolla industriale dhe regjistrohesh, po duhet të kesh fillim i kontratë pune, të kesh gjetur një biznes, ndërsa në Shqipëri këto gjëra siguron të gjitha shkolla, pasi ne kemi partneritet me të gjithë bizneset e Vlorës. Kjo është ajo që e bën më të rejse shkollën tonë, nxënësi nuk ka dhe prindi nuk ka asnjë detyrë tjetër përveç se komunikimi me shkollën për regjistrim dhe gjithë të tjerat e shkolla, kjo fal një pune dhe strukturave të ndërtuara në vite nga shkolla industriale Pavarësia. Vlen të theksohet se nga viti në vit, në shkollën industriale Pavarësia, si edhe në shkollën tregtare, numri i nxënësve që regjistrohen është më i lartë, duke zgjedhur që të jenë ata profesionistët e të ardhmes. Puni me
Punimet për ndërtimin e një nënstacioni të ri elektrik në zonën e Piqerasit Himar janë inspektuar këtë të marrë nga Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karaçi. Nënstacioni i ri pritet të ketë një kapacitet disa fish më të madhe që do të garantojë furnizim më cilësor për zonën. Ministri Karakaçi inspekton punimet për nënstacionin e ri elektrik në Piqeras, plan masash për menaxhimin e sezonit. Në Bunec, në zonën e Piqerasit po punohet për ndërtimin e një stacioni të ri elektrik. Nënstacioni ekzistues nuk plotësonte më kërkesat aktuale për sigurinë e furnizimit me energji elektrike të zonës, e cila ka njohur një zhvillim të shpejtë gjatë viteve të fundit. Nënstacioni i ri, i cili pritet të jetë plotësisht në funksion me nisjen e sezonit turistik veror të vitit të ardhshëm, do të ketë një kapacitet disa fish më të madh dhe si pasojë edhe një teknologji më të re, të cilët garantojnë furnizimin më cilësor për gjithë abonentët. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi së bashku me administratorin e OSSH-s Blendian Dalipi inspektuan nga afër ecurinë e deritanishme të punimeve në këtë kantier. Për të garantuar ofrimin e shërbimit gjatë kryes së punimeve për nënstacionin e ri është ndërtuar një nënstacion provizor, ndërkohë nënstacioni i ri, krahas rritjes së kapaciteteve, do të ofrojë edhe më tepër siguri për të gjithë zonën bregdetare. Ky stacion i ri ka një vlerë të shtuar jo vetëm për sigurinë e furnizimit, por ka një rol shumë të veçantë për mbylljen e unazave të fitrave që vinë nga nënstacioni i Sarandës, ka deklaruar ministri. Ndërkohë ne kemi hyrë pothuajse në pikun e sezonit turistik. Ne po diskutonim javën e kaluar që në fakt pothuajse në fund të qershorit të javës kaluar ne kemi patur ngarkesë më të lartë se edhe në pikun e muajit gusht të vitit të shkuar. Pra që nënkupton që ngarkesat po fillojnë të vinë në rritje dhe ne do shohim edhe ngarkesa më të larta që këtë fundjavë dhe duke vazhduar dhe muajin gusht. Ne kemi folur bashkë dhe më di që OSHE-ja dhe operatori i sistemit shpërndarjes kanë ndërtuar një plan masash dhe ju keni gjithë punonësit që tashmë janë në gatishmëri. Megjithatë është nevojshme ndoshta të theksosh edhe 2-3 elemente që thosh operatori i sistemit shpërndarjes po merr dhe po menaxhon edhe për këtë periudhën e ngarkesave të shumta të sezonit veror. Duke vlerësuar investimin që po realizohet, i cili jep zgjidhje një shqetësimi të banorëve dhe bizneseve të zonës, veçanërisht gjatë sezonit veror kur edhe fluksi vizitorëve është shumë herë më i lartë. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë u ndal tek masat e marra për menaxhimin e sezonit turistik. Krahas investimeve të realizuara, të cilat kanë rritur sigurinë në rrjetin e energjisë, OSHE dhe OSSH kanë ndërmarrë një plan masash duke rritur numrin e grupeve të punës në terren për të bërë të mundur ndërhyrjen kudo ku do të evidentohen problematika për të garantuar ofrimin e shërbimit pa ndërprerje. Ranë shoqen dhe filmuan, prokuroria e Fierit ka nisur hetimin për 3 vajzat në Fier, ndërkohë policia ka vënë pranga njërën prej tyre, një 15 vjeçare e cila kishte dhurnuar edhe nënën. Një video virale me pamje të rënda që po qarkullon në rrjetet sociale ku një vajzë e mitur shfaqet duke u dhunuar fizikisht nga 2 bashkëmoshatare të tjera, ndërsa një e mitur filmon të gjithë skenën pa ndërhyr, ka tronditur mbar opinionin publik. Pamje tregojnë se viktima goditet në mënyrë të përsëritur me shuplaka dhe grushte dhe tërhiqet zvarr prej flokësh me një gjak ftohtësi dhe pandjeshmëri të frikshme. Ngjarja është raportuar në policinë e Fierit, ku menjëherë pas kallëzimit të 17 vjeçare së dëmtuar në datën 8 qershor, janë kryer veprimet hetimore dhe procedurale për këtë rast, ndërsa në datën 9/6/2026 janë nisur materiale në prokurori ku ka nisur procedimi për veprën penale, dëmtime të tjera me dashje për 3 shtetaset e përfshira në këtë rast. 2 vajzat që ushtrojnë dhunë ndaj të dëmtuarës, 19 vjeçaria LL e datëlindjes 1/7/2006 dhe MR e datëlindjes 9/5/2011 lindur dhe banues në fshatin Byet, njësia administrative Portës, vojnë nga çrregullime të shëndetit mendor, ndërsa kjo e fundit është arrestuar për dhunë në familje në datën 29/6/2026 dhe është dënuar nga gjykata me mjekim të detyruar. Rasti i Fierit fatkeqësisht i përsëritur duhet të shërbejë si një këmbane alarmi për të rinomi familje, shkollë, institucione për të parandaluar ngjarje të tilla tronditse. Para ditën e sotme, kreu i drejtorisë vendore të policisë Fier Erion Ahmetaj është parë për më shumë se një orë në ambientet e prokurorisë, ku sipas burimeve konfidenciale mësohet se fokusi i takimit me kryeprokurorin Elion Mustafaj ka qenë pikërisht zbardhja plotë e rrethanave të kësaj ngjarjeje dhe përcaktimi i përgjegjësive ligjore. Kaloj me informacione nga kultura. Ërçelur në Galerinë e Arteve Vlorë, ekspozita personale e piktorit Librand Drami me temën Lashtësia greke në Vlorë. Përmes veprave të tij, artisti sjell një interpretim artistik të trashëgimisë së lashtë greke, duke ndërthurur historinë, mitologjinë dhe estetikën klasike.
Në Galerinë e Arteve të Qendrës Kulturore Vlorë, mbrëmjen e së hënës u zhvillua çelja e ekspozitës personale të piktorit Librand Drami, me temë lashtësia greke në Vlorë në Qendrën e Kulturës Vlorë. Përmes veprave të tij, artisti nëpërmjet kësaj ekspozite ka sjellë një interpretim artistik të trashëgimisë së lashtë greke në Vlorë, duke ndërthurur historinë, mitologjinë dhe estetikën klasike. Vepra këto që janë mirëpritur nga publiku vlonjat, artdashësit e të cilit vlerësuan punimet. Librand Drami në fjalën e tij shprehet se mori nga arti vlonjat i viteve 1991 më të mirën e mundshme, të cilën e kultivoi jashtë vendit për të sjellë një art ndryshe në Vlorë. Drami thotë se ka sjellë një ekspozitë ndryshe të përqendruar tek antikiteti grek. Tepër i lumtur shprehet për pjesëmarrjen dhe vlerësimin e publikut. Pritshmëritë sipas Dramit janë që të hapë ekspozita të tjera në Vlorë. Shëndetje, është kënaqësi e veçantë që mbas kaq viteve kthehem përsëri në adheun tim, në Vlorën time. Duke ikur në vitet 90, pikërisht në vitin 1991, duke marrë me vete dhe artin vlonjat, atë çka ne mësuam si maturë e parë e shkollës vlonjate të pikturës, duke marrë me vete atë dhe duke sensibilizuar akoma më tepër, duke e çuar jashtë kufive të adheut ton. Është një kënaqësi edhe për pjesëmarrësit dhe për tematikën që unë zgjodha, duke sjell antikitetin grek këtu në Shqipëri, në Vlorën tonë dhe duke ngritur atë në kohën e duhur të sotme, e cila mund ta them që është dhe me thënjet e antikitetit të Diogenit të lashtë, të figurave të lashta të filozofisë greke, është tepër aktuale edhe në ditët e sotme. Kënaqësi tjetër është që pjesëmarrja e figurave shoqërore në institucione shoqërore dhe nga persona të ndryshëm, po qoftë edhe miqtë e mi, të bëjnë që të ndjesh një kënaqësi të veçantë, që të marrësh një detyrim tjetër përsipër për vitet e ardhshme dhe ja fjalën që në më vonë mund të kthehem përsëri me një ekspozitë tjetër, po me nota greke, po të ndërthurur dhe me shkollën e pikturës vlonjate. Kjo ekspozitë do të qëndrojë hapur deri në datën 16. Pastaj mund të udhëtoj edhe në vende të tjera, kam një plan për në qytetin e Pogradecit dhe mandej edhe plane të tjera për në Selanik. Këtu qytetarët e Vlorës mesa edhe rrugës që më takojnë me reklamën që është bërë me është dëgjuar dhe më përgëzojnë që kjo është një temë jo e kapur më përpara në pikturë dhe sjell posaçërisht në Vlorë nga një piktor me banim në Greqi. Por mbi të gjitha është respekti për atë që kam për vendlindjen, por dhe dashuria për vendin ku banoj. Ekspozita do të qëndrojë hapur deri më datën 16 korrik për publikun vlonjat. Vetëm gjatë muajit qershor, Gjirokastrën e kanë vizituar mbi 25 turistë nga shtete të ndryshme të botës. Risi këtë verë për qytetin e Gurt, turistët nga Skocia, të cilët janë befasuar nga arkitektura, historia, kulinaria dhe mikpritja gjirokastrite. Mbi 25.000 turistë nga shtete të ndryshme të botës kanë vizituar Gjirokastrën për gjatë muajit qershor. Risi për qytetin e Gurt kanë qenë turistët e mbërritur nga Skocia, të cilët kanë qenë të shumtë në numër dhe kanë kaluar fundjavën në Gjirokastër. Për shumicën e këtyre, kjo ka qenë herë e parë në vendin tonë, ndërsa arkitektura, historia, kulinaria dhe mikpritja ishin kryefjala e përshtypjeve të tyre. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, statistikat janë rreth 20% më tepër sa i takon vizitueshmërisë së qytetit të UNESCO-s, ndërsa dominojnë ata nga Polonia, Franca, Gjermania dhe Italia, pa lënë pa përmendur edhe shqiptarët e Kosovës. Qarku i Gjirokastrës ofron një sër atraksionesh që janë mjaft të frekuentuara nga turistët, si banjat e benjës nëpërmet, zhvillimi i rafting në lumin Vjos, turizmi malor dhe padyshim monumentin më të madh dhe më të vizitueshëm gjatë viteve të fundit, Kështjellën Argjiro.
Media e Mbretërisë së Bashkuar e quan Rivierën Shqiptare, Vlorën dhe Shqipërinë një destinacion në rritje me ushqime të freskëta deti, të shumëllojshme, bare buzdetit dhe hotele me një kosto shumë të ulët se shtetet e tjera. Anashkaloni kaosin e udhëtimeve në Evropë këtë verë dhe provoni këto vende nëse preferoni të kaloni më pak kohë, duke pritur në kontrollin kufitar dhe më shumë kohë duke shijuar pushimet tuaja, mund të provoni një vend pak më ndryshe, Shqipërinë. Ky është artikulli media së Mbretërisë së Bashkuar, Wales Online, ku ndër disa destinacione unike rekomandon dhe vendin ton për ta vizituar. Shqipëria renditet ndër destinacionet më të përballueshme të udhëtimit në Evropë dhe ka një përzierje qytetesh plot energji dhe vend pushimesh bregdetare që kushtojnë shumë më pak se vendet e nxehta të Bashkimit Evropian, siç është për shembull Greqia. Për një ratisje plot diell, Vlora në Shqipëri, shkruan Wales Online, ofron të njëjtën klimë mesdhetare, ujëra të pastra të detit jon dhe bukuria apo histori si fqinjët e saj bregdetar grek. E vendosur në Rivierën Shqiptare, Vlora dhe Shqipëria është një destinacion në rritje, me ushqime të freskëta, deti të shumëllojshme, bare buzdetit dhe hotele me një kosto shumë të ulët se shtetet e tjera. Media e Mbretërisë së Bashkuar, Wales Online, në përfundim të artikullit për vendin ton, shkruan se mund të shijoni ditën në brigjet e qeta të Nartës ose plazhit të Zvërnesit, por mund të merrni një bark për në Gadishullin e Karaburunit për gjiret e izoluara që rivalizojnë plazhet më të mira të Greqisë. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni, ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë mirupafshim.